rikthyer në studio dhe unë vazhdoj të jem me zonjën Anisa Liko, e cila njëkohësisht, siç e thash, është përfaqësuese e Departamentit të Menaxhimit të Produkteve në Tirana Bank. Për shfrytzuar pak hapësirën këtu në ProBusiness, do doja të ndaja për publikun dhe për konsumatorët tuaj, cilat janë të rejat më të fundit që vijnë nga Tirana Bank. Tirana Bank në strategjinë e vet ka digitalizimin. Dhe është duke u punuar shumë për këtë pjesë dhe për t'i ofruar klientëve sa më shumë pagesa digjitale dhe sa më shumë risi. Një nga risit që Tirana Bank ka është pagesat me Apple Pay, që janë një pagesat shumë të shpejta, shumë komode, shumë praktike, dhe nëse ti ke harruar portofolin, se është bërë klishe, kjo po është e vërtet, edhe nëse ke harruar portofolin tënd, mjafton të kesh celularin tënd në dorë dhe gjithçka shkon shumë mirë. Çdo i klient mund të marrë produktet që dëshiron duke bler vetëm nëpërmjet telefonit. Gjithashtu Tirana Bank do sjellje së shpejti edhe për klientët Android, sepse një nga pyetjet që mund të jetë më të shpejta është, por ne që kemi një pajisje Android, kur mund të blejmë nëpërmjet telefonit dhe të kryejmë pagesa digjitale nëpërmjet telefonit. Patjetër që dhe kjo do ndodhi shumë shpejt dhe ata klientë që kanë një pajisje Android shumë shpejt do të kenë mundësinë që të paguajnë nëpërmjet telefonit dhe nëse kanë harruar portofolin e tyre apo nuk i ndodhen kartat fizike me vete. Një pikë tjetër shumë e fortë e Tirana Bank në pjesë për sa i përket digitalizimit është dhe aplikacioni i saj bankar, dhe mund të themi këtu gjëra duke qenë në kuadër të bisedës tonë dhe të bashkëbisedimit për komisionet, veprimet në aplikacion, transfertat, pagesat utilitare dhe çdo gjë tjetër kryhen më lirë, më shpejt, të jenë më komod, pra klientët nuk kanë pse të shkojnë në deg për të kryer një transfer, por mund ta kryejnë atë nëpërmjet aplikacionit digital bankar. Klientët nuk kanë pse të presin në radhë aty apo nuk gjejnë dot një vend parkimi, kur mund të jenë shumë nga mirë. shtëpia ku do ndodhen? Kudo në komfort zonën e tyre, kudo ku ndodhen në komfort zonën e tyre, mjafton të kenë telefonin e tyre dhe çdo transakcion bankar mund ta kryejnë. Dhe me komisione të favorshme? Po, komisionet janë shumë të favorshme duke kryer pagesat nga aplikacionet digjitale. Gjithashtu mund të them që edhe nëse ti nuk je një klient i Tirana Bank, shumë kollaj dhe shumë shpejt i mund të bësh në pak fare minuta, sepse Tirana Bank nëpërmjet aplikacionit të saj ta krijon atë mundësi që të bëhesh klient i saj pa qenë prezent në deg. Pra bën regjistrimin online, të dhënat online, bëhet verifikimi i klientit online, çdo gjë ndodh në pak minuta. Për ata që na ndjekin por ende nuk i kanë shfrytzuar gjitha këto mundësi që u ofroni për të kryer pagesa apo transferta të ndryshme nga kudo që ndodhen. Bëjmë një renditje të gjithë shërbimeve që ofrohen nga Tirana Bank nga celulari. Tirana Bank ofron si pagesat utilitare, pagesat që ndodhin për kompanitë e tjera, transfertat, pagesat e tatimeve, e taksave, pagesat me karta, pranimit e pagesave të kartave tjera në terminalet post të Tirana Bank, shërbimet e ATM-ve gjithashtu, si për klientët e saj dhe për klientët e bankave të tjera. Gjithashtu në Tirana Bank ne mund të tërheqim para kesh edhe nga një llogari që nuk është në lek. Pra një klienti mund të ketë një kartë të lidhur me një llogari euro dhe mund të tërheqi dhe mund të kryej pagesa dhe nga ajo llogari. Gjithashtu Tirana Bank ka kartën më elitare në treg që është karta Mastercard World Elite, që ofron shërbime elitare për atë segment dhe të klientëve që duan diçka më premium. E qartë. Mirë, nuk do të zbulojmë të gjitha, ju tha që së shpejti keni surpriza dhe do të shtoni gamën e shërbimeve. Ju uroj suksese dhe ju falenderoj që ishit në studio me ne. Faleminderit edhe juve, ishte një kënaqësi. Të nderuar televizionistë, në këtë moment do shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak me një tjetër temë mjaft interesante. Flasim për turizmin.